Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitimtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pasi që vetëm se jemi në ditët e fundit të dhjetës së dytë të Ramazanit dhe para nesh është margaritari i këtij muaji të shenjtë. Është dhjetëshi i fundit. E sikurse e dim, besimtarët gjithandej vendosin që sekretet e tyre, fuqitë e tyre të shumta dhe të plota t'i shpalosin në dhjetën e fundit të Ramazanit në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. E gara sa shkon e bëhet akoma më e vështirë. Por megjithatë, a dëshiron që t'jesh më i bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala? A dëshiron që të kesh përkushtim të plotë në adhurime? A dëshiron që adhurimi yt të ketë efikasitet të plotë tek Allahu subhanahu wa taala? Sekreti nuk është në atë se sa ti bën adhurim, por është në atë se si Allahu subhanahu wa taala dëshiron që ai të adhurohet. E kretë këtë gjendje na e përmbledh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një fjali të vetme, e cila fjali bën ndryshim në jetën e besimtarëve, ndryshon jetët e tyre për kaq e mira. Në hadithin e mirënjohur, hadithin e Xhibrilit alayhis salam, në fund të hadithit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarah." Ihsani, bamirësia është të adhurosh Allahun subhanahu wa taala sikurse je duke e parë atë. Edhe nëse nuk e sheh ti atë, ai me të vërtetë të sheh ty. Pra, edhe nëse nuk e sheh Allahun në të vërtetë, padyshim që Allahu subhanahu wa taala të sheh ty, e sheh adhurimin tënd, e sheh përkushtimin tënd. Andaj ky adhurim është adhurim i një shtresëje të veçantë të njerëzve, të cilët janë më të zgjedhurit në mesin e tyre, jo i çdo kujt, por vetëm i atyreve të cilët e kanë zemrën e zgjuar dhe të lidhur vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Pra ata nuk luten vetëm me trup, por luten me një zemër të përulur dhe prezente në adhurim. Ata nuk agjerojnë vetëm nga ushqimi, por agjerojnë nga të gjitha mëkatet. Ata nuk e shohin fundin si një adhurim i cili po mbaron, por e shohin fundin sikur fillim i afrimit me Allahun subhanahu wa taala. Andaj mos u kënaq vetëm me formën e adhurimit, por nxito, shpejto, ngrihu drejt ihsanit që e përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse për besimtarët e vërtet fundi nuk është fund, por është afrimi më i madh me Allahun subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.